Do të vjojmë diskutojmë për situatën e krijuar këtë herë në tregje nga shpërtimi i konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Artur Ribaj, ekspert i tregjeve financiare. Zoti Ribaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje juve. Ashtu sikur se pritej në mëngjesin e sotëm, ishte ky sesioni i parë që pas shpërtimit të konfliktit në lindjen e mesme ditën e shtunë dhe nafta fluturoi me mbi 9%. Si e shikoni, ishte një reagim emocional i menjëhershëm dhe pastaj mund të ketë një stabilitet apo mund të shohim çmime shumë të larta sikurse ka ndodhur edhe në kaluarën me konflikte të ngjashme? Përshëndetje edhe një herë. Ju dëgjoj pak me vështirësi për hir së vërtetës, megjithatë mendoj se arrita ta kuptoj pyetjen tuaj. Absolutisht që efektet janë të menjëhershme dhe kjo duke përdorur dhe duke perceptuar se çfarë mund të vijë. Dhe po të vijë të re, kemi pavarësisht se kjo ka nisur më herët dhe po t'i referojmë dhe kurseve të këmbimit, efektet kanë nisur që në fillim të janarit të duken një zhvlerësim të dukshëm të monedhës së Iranit dhe një forcim të monedhës euro apo dollar amerikan, por edhe rublen ruse gjithashtu, në raport me monedhën e Iranit. Por fakti i një mundësie të krijimit të një zgjatje të kësaj lufte ka dhënë dhe efektet në çmimin e naftës. Por pasojat do të jenë akoma më të rënda nëse lufta do të jetë e vazhdueshme dhe do të krijojë më tepër situata të zgjatjes së kësaj lufte sesa një mirë menaxhim për mbylljen e saj në kohë sa më të shpejtë. Megjithatë, mbyllja nga Irani e xhirit të Ormuzit, zoti Ribaj, do të thotë që aty është një nyje shumë e rëndësishme e qarkullimit të naftës, 20% del pikërisht nga xhiri i Ormuzit dhe aktualisht në pritje janë mbi 150 anije cistern. E vërtet. Nëse do të krijohet pikërisht mbyllja e xhirit të Ormuzit, atëherë do të kishim realisht probleme të dukshme, jo të drejtë për drejta për ekonominë e Shqipërisë, po të tërthorta përmes partnerëve tanë në vendet e Europës apo të Azisë, sepse kjo do të krijonte pikërisht rritje të kostës së prodhimit për produktet të cilat ne importojmë në Shqipëri në këto vende. Pasi siç ju e thatë, duke qarkulluar 20% e prodhimit global, atëherë kjo do të jepte një efekt shumë të rëndë për ekonominë botërore në shkallë shumë të gjerë. Pra, sipas disa llogaritjeve të skenarëve, është menduar që mund të kemi një kapërcim tek 35% të rritjes së çmimit për fuqi të naftës. Atëherë kjo do të ishte realisht shumë e rëndë për ekonominë globale, sepse sot flasim për tregje shumë të ndërlidhura dhe së mos për zinxhirin e furnizimit ushqimor dhe efektin në çmime që do të krijoheshin. Por në analizat e bëra, sepse ne nuk mund të abstrahojmë dot se smerrim me gjeopolitik, mendohet se do të jenë skenar të cilët shikohen si të pamundur që të ndodhin, pra për një bllokim total të këtij kanali. Por ndoshta do të ketë kufizime. Zoti Ribaj, ne pam pak më parë është kontrata e naftës përpunuar në bursën e Londrës dhe kjo kontratë merret si referencë edhe nga importuesit në vendin tonë. Ajo shënonte rritjen më të madhe me rreth 22%, ndërkohë nafta Brent benchmarku global ishte në rritje me rreth 9%. Përkthehet kjo që pas pak ditësh edhe në vendin tonë mund të shohim çmime shumë të larta të naftës? Mendoj se po. Pavarësisht se furnizimet janë më të hershme, kur çmimi ka qenë i tillë, megjithatë, si gjithmonë, shpërndarësit e naftës e reflektojnë menjëherë efektin e ndryshimit të çmimit, sepse shikohet mundësia për të përfituar sa më shumë dhe këtu dalin detyra për institucionet përkatëse për të ruajtur dhe monitoruar abuzimin në treg, sepse të njëjta gjë që ndodh shpesh me perceptimin e një lufte të një paniku të krijuar, dhe ky është mesazhi kryesor, të mos krijohet panik dhe të mos shfrytëzohen situatat e panikut për të destabilizuar ekonominë e vendit dhe për të shfrytëzuar më shumë njerëzit dhe bizneset e nevojshëm, të cilët janë ata të prodhimit,
apo bujqësinë, e cila dhe ajo ndikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ky do të ishte një pasojë e rëndë, pra Shqipëria nuk është një aktor i drejtpërdrejtë në këtë luftë dhe nuk mund t'i vi problemet në ekonomi nga kjo luftë e drejtpërdrejtë, por përmes abuzimit të shkaktuar në tregjet, atëherë kjo do ta krijonte patjetër vështirësi ekonomike dhe jemi një ekonomi e vogël, e cila nuk kemi shumë buffers për të mbrojtur nga këto lloj goditjesh, dhe kjo do të shkaktonte akoma efekt shumë të rënd nëse institucionet e shtetit nuk funksionojnë në kohë për të menaxhuar rreziqet e perceptuara në ekonomi për shkak të kësaj lufte dhe të këtij konflikti. Kështu ndodh gjithmonë, zoti Riba, rritja reflektohet pas 2-3 ditësh, rënja mbase nuk reflektohet edhe fare. Eksakt. Fatkeqësisht. Sektor tjerë që mund preken nga një rritje mundshme të çmimeve të naftës, flasim për ekonominë tonë. Atëherë, dhe kuptohet që ndikohet automatikisht konsumi ushqimor rreth për të gjitha produktet që ne kemi të importuara, do të kenë efekt në rritjen e vet, nuk thuhet do të kemi efekt të drejtë për drejtë në rritjen e kostave për prodhimin vendas për shkak të naftës, nëse ato do të menaxhohet siç duhet, por në rang global absolutisht efekti është i konsiderueshëm. Sepse në bazë një analize, nëse nga ky konflikt ndikojnë më shumë tregjet e kontinenti aziatik dhe më pak ai europian, përsëri nëse lufta do të zgjasi, patjetër ka ndikim edhe mbi tregun europian të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pasoja do të vinë edhe në Shqipëri. Kërkohet patjetër menaxhimi i situatës nga institucionet të cilat kanë një përgjegjësi për të, siç është Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe autoritetet të tjera, të cilat duhet të kenë kujdes për mesazhe të qarta, për monitorim shumë të kujdesshëm të stabilitetit, të likuiditetit në treg dhe mos krimit të panikut apo të shfrytëzimit të situatave. Si edhe duhen marrë masa për të mbështetur realisht shtresat nevojë, jo për të shpërndar para kot, por shtresat në nevojë, pensionistë, bizneset të vogla në fushën e prodhimit dhe të tjerë familje në nevojë, të cilët mund të kapërcejnë në këtë lloj situate të krijuar në rast të efektit, sepse kjo mbi të gjitha krijon pastaj pasiguri dhe shpenzime në panik, të cilat gjithmonë eskalojnë më tej situatën, apo vetë investitorët të gjendur në këtë lloj situate kufizojnë investimet e tyre dhe shikojnë ndoshta ndërprerjen e vendeve të punës, pra mosapjen apo shkurtimin e kështu me radhë. Mendoj se duhet të merren masat për të menaxhuar me qetësi për aq sa ne mund të efektojmë nga tregjet globale dhe njëkohësisht duke parë ecurinë dhe mbarvajtjen e kësaj lufte sa mund të zgjasi, sepse mendohet që nuk do të ketë një zgjatje pa kufi, pasi pasojat nuk do të jenë vetëm për Shqipërinë, për të ekonominë kaq të vogël që ne kemi, por pasojat afektojnë jo vetëm Izraelin, por dhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas një konflikti i zgjatur, edhe atje do të japi efekte në rritjen e çmimit të naftës, pavarësisht se janë prodhues dhe prodhojnë për konsumin e tyre, por do të japi dhe do të ketë pastaj ndikim në politikat ekonomike dhe objektivat që ka vetë presidenti Trump për vijimin e uljes së normës bazë të interesit me qëllim stimulimin e ekonomisë vendase, e cila do të japi si pasojë e këtyre rritjeve të çmimeve ndikohet rritja e inflacionit për të gjithë dhe mendohet që mund të shkojë në mbi 4%, gjë që pastaj e kufizon Fedin për të vijuar me politikën e uljes së normës bazë të interesit. Por ndikimi i Fedit afekton patjetër tregjet e tjera, tregjet pra ekonominë kanadeze, ekonominë europiane, australiane, kineze e kështu me radhë. Pra, kemi një spillover të ndodhjes së gjithë faktorëve të rrezikut, të cilët afektojnë njëri tjetrin dhe sjellin një krizë më të thelluar globale, e cila për hir të vërtetës ka pas një vit të mirë, të qëndrueshëm, me norma inflacioni nën kontroll dhe me politika që kanë stimuluar rritjen ekonomike apo ruajtjen e qëndrueshme të rritjes së saj. Kështu që ngelet për tu parë dhe çfarë do të bëjnë aktorët kryesor
që janë të përfshirë drejt për drejt në këtë luftë. Ndërkohë, zoti Ribaj, reagime ndryshme ka pasur në varësi të tregjeve dhe mënyrën se si këto tregje janë të ekspozuara ndaj konfliktit. Tregu i aksioneve padyshim që është në rënje, sepse cilësohen aksionet janë tregje me risk deri diku, por dollari amerikan është forcuar ndjeshëm. Nga rreth 1.1820 që ishte raporti euro-dollar ditën e premtes, sot ka rënë në 1.17. Pra, dollari është forcuar me rreth 1%, jo vetëm ndaj euros, por ndaj të gjitha monedhave kryesore ndërkombëtare. Si mund ta shpjegojmë këtë forcim të monedhës së gjelbërt, apo statusi i saj si një monedhe sigurt mjafton? Shikohet në efekti psikologjik në tregjet e këmbimit valutor lidhet me fituesin. Kush shikohet që do të jetë fituesi i ardhshëm i kësaj betejë. Dhe efekti që do t'japi në këtë lloj perceptimi të monedhës dhe të kësaj ekonomie. Por nuk do të thoja se është në një rritje shumë domethënëse. Janë gjithmonë kursi i këmbimit mes euros dhe dollarit ka një lëvizje e cila ndjekin njëra tjetrën në bazë të politikave për import-eksportet dhe vijshmërinë e fifjes së investitorëve të huaj. Pra nuk është e drejt për drejt e lidhur do të thoja me efektin e luftës që po ndodh. Por kuptohet ka nga ata që perceptojnë këtë gjë se mund të japi efekt dhe shfrytëzohet ky moment. E dukshme, e fortë ishte efekti në zhvlerësimin e monedhës së Iranit, relit, i cili ai ka një rënje dramatike të vlerës së tij, i cili realisht e fut ekonominë e Iranit në një vështirësi ekonomike shumë të madhe, në një kurs këmbimi të tillë, atëherë është një goditje tjetër që jepet, pra jo vetëm lufta me armë që ne po shikojmë dhe për cilët nëpërmes televizionit, por pjesa ekonomike është ajo e cila do të afektojë dhe afekton shumë më tepër vendimarrjen e politikës së Iranit për të ndikuar në mundësinë e parjes së negocimit për mbylljen e saj. Pra, goditjet janë të shumë menduara, vinë në një kohë kur dimri ka kaluar, pra mendoj se janë të planifikuara për të ruajtur ekonominë, por për të dhënë dhe për plotësuar qëllimet dhe objektivat e tyre, ata të cilët po e kanë iniciuar dhe kanë krijuar këtë luftë. Dhe reali, zoti Ribaj, ka $1 këmbet me mbi 1.3 milion rial, sipas përllogaritjeve me $1.000 në Iran i e miliarder. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë kjo për vendasit, sepse ne nuk e përdorim atë monedhë? Absolutisht po. Kjo për vendasit është një situatë që vetë ata po e vuajnë shumë, sepse kjo ka filluar më herët. Pra, ne jemi sot në datën 2 mars, por efekti dhe lufta, le të themi, ka nisur që në fillim të janarit. Për efektin dhe zhvlerësimin dhe potencialin e rrezikut që është perceptuar për ekonominë iraniane përmes tregjeve globale të këmbimeve valutore dhe të investimeve. Pra, lufta ekonomike është më e hershme, është shumë më parë. Pra, duke bërë të mundur që të përcillet mesazhi në popullat dhe për rritje të çmimesh, inflacion shumë të madh, vështirësi të mëdha ekonomike të rezervave dhe konsumit të rezervave të tyre për të furnizuar ekonominë e vendit, që do të thotë një luftë shumë e fortë ajo ekonomike për gjynjëzimin dhe për negocim, pranimin e kushteve për negociuar, lidhur me atë çfarë ne shikojmë prej pak ditësh të një lufte me armë këtu. Pra, vetë vendasit janë duke vuajtur këto pasoja, të cilat i bëjnë të reflektojnë për të ndikuar në ndryshimet që për të menaxhimin e shtetit të vet. Pra, për të gjetur ata të cilët duhet ta menaxhojnë më mirë dhe të kenë
kujdes për popullsinë e tyre dhe mbijetesën e tyre. Ndërkohë, zoti Ribaj, tregu i vetëm i cili ishte aktiv për gjatë fundjavës, kur filluan edhe sulmet, ishte ai i kriptomonedave, pati një rënje në momentin e parë si reagim emocional, sigur se e përmendë edhe ju më herët, por tashmë kemi të bëjmë me një stabilizim. Stabilizimet graduale të tregjeve, pra është reagimi fillestar qoftë në rënje, qoftë në rritje dhe pastaj tregu stabilizohet. Sinjalizon njëkohësisht edhe pritshmëritë se si situata mund të zgjidhet? Nuk dua të abstragoj në këtë drejtim, sepse nuk kam qef të abstragoj, por kështu të disa skenarë këtë perceptojnë. Disa skenarë të analizuar perceptojnë një luftë e cila nuk do të zgjasi shumë, dhe e cila do të kalojë në një tjetër fazë, pra më të shkurtër të periudhës së tij, duke parashikuar një vijim të vendosjes së një ekuilibri të shpejtë, një ekuilibri të ri, kuptohet, për shtetin e Iranit dhe mbar globin, për të krijuar këtë lloj bashkëpunimi për të negociuar përgjetjen e një zgjidhje të mundshme. Nuk parashikohet të jetë një luftë e zgjatur, si ajo mes Rusisë dhe Ukrainës. Në këtë rast perceptohet ndryshe. Po ato janë shenja, por edhe skenarë të tjerë të menduar nga institucione globale kanë parashikuar që kjo luftë nuk do të zgjasi shumë në kohë. Dhe si pasojë do të kemi, sepse do të rrezikonte shumë ekonominë dhe stabilitetin e ekonomisë globale e shumë efekte tjera. Pra mendohet një zgjidhje shumë e shpejtë, qoftë edhe për kanalin e Hormuzit, i cili mendohet se nëse lufta do të zgjasë relativisht, nuk do të ketë një bllokim të plotë të tij. Pra mendohet që do të ketë mundësinë e kalimit, pra të hapësirave, ndoshta vetëm për prodhimin e Iranit të ketë kufizime. Megjithatë ngelet për tu parë. Unë nuk i besoj, siç e kam thënë edhe herë tjetër, kriptove dhe ti konsideroj ata si tregues, por disa skenarë të tjerë të publikuara nga institucione ndërkombëtare evidentojnë se skenari më i mundshëm është ky i të qenit nën menaxhim. Pra kjo luftë është nën kontrollin e një menaxhimi për të mos dhënë efekte negative globale. Ndërkohë zoti Ribaj, por jo globale. Edhe një treg tjetër që gjithashtu ka qenë sensitiv, por në rritje është ai metaleve të çmuara, sidomos ari ka fituar mbi 3% të vlerës në sesionin e sotëm, është ngjitur sërish pranë niveleve më të larta historike, pranë $5,500 për oncë. Është sërish statusi që ari vlerësohet si një aset i sigurt në periudhat të trazirave apo ngadalësimeve ekonomike, apo realisht ka një kërkesë shumë të madhe për këtë metal? Përsërisht perceptim i parë si rezervë, sepse situatat e luftrave të mundshme dhe konflikteve të mundshme vazhdojnë, vijojnë, pra nuk është vetëm kjo që ne kemi përjetuar këto ditë e fundit, ka të tjera që përfliten dhe mund të ekzistojnë dhe vazhdon të perceptohet si një mundësi investimi për ruajtjen e rezervave. Është paksa e egzageruar për mendimin tim, sepse ashtu siç mund të marrë rritjet, mund të marrë dhe goditjet në një moment të caktuar të mbarvajtjes së tij. Kuptohet gjithmonë duhet një portofol në investim. Këtë kam për këshillin që mund t'jap dëgjuesët tuaj, Nuk po flas për investitorët institucional, ata që janë të mëdhenj, që bëjnë një tjetër politik portofoli. Por në mesazhin e përcjell për audiencën tuaj, nuk duhet parë si një investim që është absolutisht shumë i dëshiruar dhe të nxitojmë për të investuar aty. Pra kërkohet gjithmonë një portofol, sepse edhe ai është i mundshëm në blerje dhe me këto çmime të realizuara, por dhe ai ka vështirësitë e veta në shitje. Sigurisht. Dhe kur ballafaqohesh me çmimin e shitjes së tij si individ, si mbajtës i kësaj lloji investimi, atëherë aty ballafaqohesh me vështirësi dhe me një çmim tjetër
dhe disa kosto të tjera që mund të shoqërojnë. Sigurisht, gjithmonë njohurit janë të domosdoshme nëse individët janë aktiv në tregje. Zotëri Baj. Duhet të këshillojmë ata që kanë informacion dhe din të kuptojnë tregjet. Po. Zotëri Baj, edhe në lidhje me tregun ton financiar, kemi një treg monetar më saktë, jo financiar, kemi treg monetar i cili është aktiv, është dinamik dhe reflekton zhvillimet ndërkombëtare, apo mbi zotëron dhe vendos raporti euro-lek, kërkesa oferta euro-lek? Ka një zhvillim, ka disa hapësira të lidhjeve të tregjeve financiare dhe tregje monetare edhe me Shqipërinë, me tregun tonë, por jo në një shkallë të lartë të integrimit të tij, i cili do të jepte goditje të menjëhershme dhe fatale dhe të shpejta. Jo, jemi ende në fatmirësisht, do të shohim në rast të krizash, që nuk e kemi këtë integrim të fortë me tregjet e huaja. Jemi të mbrojtur. Korrekt, bravo. Pikërisht. Kjo është që na ka ruajtur edhe më herët, qenia në këtë zhvillim të jo të lartë të tij. Por nga kjo anë ne na mbron. Megjithatë, indirekt pasojat janë. Dhe prandaj edhe më herët e thash se Banka e Shqipërisë duhet të ketë kujdes në monitorimin e situatës, sepse kemi investime të lidhura me lindjen e mesme, me azin e të tjera, që mund të na afektojnë pjesën e tregut tonë. Dhe duhet ruajtur pikërisht mbarvajtja dhe ecësuria për ta pasur në monitorim dhe njëkohësisht për të treguar kujdes për likuiditetin për shkak të një paniku të mundshëm. Pra të një rezerve të mundshme që duhet përcjell mesazhi tek audienca. Atë që kemi thënë dhe më herë dhe në televizionin tuaj, përpas një rezerve në shtëpi, të një kufri të caktuar monedash, apo të një rezerve të vogël për çdo lloj situate dhe paniku të krijuar me qëllim që të mos ndihesh në presion. I njëjta gjë duhet mbajtur në monitorim vëmendje për investitorët institucional që janë në Shqipëri, në institucionet tona financiare, se çfarë sjellje ata kryejnë, sepse shpesh mund të ndodhi që të shikojnë dhe të jenë më të parët që kanë informacionin për të dalë nga tregjet, nga ky treg joni, kur shikojnë që mund të goditemi me pasoja për të ruajtur investimin e tyre. Por kjo na lë pastaj të jemi vetëm viktim e vetes dhe të gjejmë zgjidhjet së brendshme, ndërkohë që burimet i kemi shumë të kufizuara. Prandaj dhe thirrja është në të tilla situata edhe buxheti i shtetit. Prandaj më herët citova Ministrinë e Financave. Do të pasur kujdes në krijimin e rezervave, të cilat duhet të jenë aty në rast se duhet për të mbështetur, jo për të investuar dhe për të shpenzuar për fushata apo për populizëm apo për show apo për efekte që nuk i vlejnë realisht ekonomisë. Pra, ekonomia duhet konsideruar si një qenie e cila i ndjen rreziqet dhe reagon. Dhe reagon, por nëse ka një siguri përballë tyre, reagon me logjik më të qartë dhe më të ftohtë. Nëse është pa rezerva, reagon në panik. Dhe si e tillë do të ketë pasoja shumë të rënda. Dhe pam edhe për gjatë pandemisë që reagimi nën panik i qytetarëve nuk flas në aspektin financiar, por nuk do gjejmë ushqime të tjera, realisht tregoi që vepruam në kaos. Ndërkohë e kundërta është në tregjet financiare, zotëri Baj. Po, e drejtë. Po, mund vjoni. Jo, më është okej, më mirë më të tuaj. Prandaj duhet jemi si në aspektin shoqëror, social, ashtu edhe në aspektin e investimeve, më tepër gjak ftohtë t'i referojmë informacioneve dhe jo informacioneve çfarë do lloj, por informacioneve të sigurta. Absolutisht mesazh shumë i saktë dhe shumë korrekt. Duhet të kemi shumë kujdes. Asnjëherë nuk nevojitet asnjëherë nuk duhet bëhemi pra gjithë përsëri për audiencën, e lajmeve
të cilat janë të pabazuara në mënyrë anonime, me skenare të pastudiuara, të panalizuara, apo nga institucione prestigjioze barbotërore që të mbaj përgjegjësi për reputacionin e tyre, apo kushdo që shprehet. Pra ka shumë të bëj pikërisht kjo gjë, sepse gjithmonë do të ballafaqohemi pastaj me pasoja. Ndërkohë nga ana tjetër, është vetë institucionet shtetërore që duhet t'i japin dhe këtë siguri dhe këtë besim publikut. Pra publiku i gjendur në mungesë informacioni dhe në mungesë transparence dhe besimi, atëherë kalon lehtësisht në një viktim e cila mund të përdoret nga spekulatorët. Zoti Ribaj, ju falenderoj për gjitha informacionet, sugjerimet, thirrjet e bëra në studio. Shpresojmë që konflikti nuk do të zgjasë shumë dhe do të jetë i kufizuar, do të jetë lokal. Faleminderit edhe një herë.